Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Perëndia nuk shkon kurrë me pushime. Jezusi nuk flet asnjëherë në telefon. Ai është gjithmonë i disponueshëm në çdo kohë, kudo që ti jesh dhe në çdo situatë. Ai thot: "Ejani tek froni i hirit." Perëndia është në gjendje të sigurojë çdo gjë që keni nevojë. Ky është lajmi i mirë që do të dëgjoni në programin e ditës së sotme. Ne ndoshta mund të besojmë me të vërtetë se Perëndia mund t'i plotësojë nevojat tona. Por pyes veten sa prej nesh kanë sigurinë dhe besojnë me gjithë zemrën e tyre se ai do t'i plotësojë ato vërtet. A e dini si i vlerëson dhe si reagon Zoti ndaj nevojave tuaja? Kur kuptojmë karakterin e tij, ne mund të jemi të sigurt që ai është gati dhe mezi po pret të na pajisë me atë çfarë kemi nevojë në kohën e dur. Nëse nuk je i sigurt që Zoti do të plotësojë nevojat e tua, atëherë qëndro me ne. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley do të ndajë me ne një të vërtetë që ndërton besimin ton sa herë që kemi nevojë. Ky libër që ne e quajmë Bibël nuk është i vjetëruar. Ai është gjithmonë aktual dhe gjithçka që duam të dimë për Zotin gjendet në të. Një nga arsyet se pse shpesh luftojmë me disa nevoja në jetën tonë, që Zoti është i gatshëm t'i plotësojë, është sepse ne harrojmë ose nuk e kuptojmë drejtimin që gjendet në Bibël. Nëse ndjekim drejtimin e Biblës, do të kuptojmë nevojat tona dhe do të jemi në gjendje ta shohim atë nevojë të përmbushur. Dua të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 13 deri në 16. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të Perëndisë, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Bibla na mëson se Zoti është i gjithditur. Ai di dhe njeh gjithçka. Nuk ekziston asgjë që ai nuk e njeh. Ai di gjithçka për gjithë secilin prej nesh. Pra, çdo moment i jetës së gjithë secilit prej nesh ndodhet para syve të Zotit. Kjo do thotë që ai nuk shikon nga qielli mbi ne si një gjykatës që kërkon të gjejë diçka gabim. Përkundrazi, ai na shikon si një atë mbrojtës. Vini re se çfarë thuhet në vargun e 13 të këtij pasazhi. Nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij. Kjo do të thotë se gjithçka dhe kushdo është gjithmonë para syve të dashur të Atit, para syve të gjithë diturit. Ky pasazh na mëson edhe diçka tjetër. Vini re vargun e 13. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Gjëja e dytë që dua të vini re është se Perëndia është gjithmonë gati të na ndihmojë kur jemi në nevojë. Zoti jo vetëm që di gjithçka për nevojat tona, por edhe është në gjendje dhe i gatshëm të na ndihmojë në përmbushjen e tyre. Dëgjoni se çfarë thuhet tek vargu i 14. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit. Zoti thotë që ne kemi një kryeprift të madh. Pra, jo vetëm një kryeprift, por një kryeprift të madh. Ky kryeprift është i madh në dashurinë e tij, në fuqinë e tij. Ai është i madh në mëshirën
dhe mirësinë e tij ndaj nesh. Nuk thuhet që të gjithë ne njohim një kryeprift të madh, por thuhet se ne kemi një kryeprift të madh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që unë dhe ti kemi një marrëdhënie me Zotin Jezus. Ne kemi pohuar mëkatet tona dhe kemi pranuar Zotin Jezus si shpëtimtarin ton personal. Zoti Jezus me anë të frymës së shenjtë ka ardhur të banojë në ne. Zoti Jezus nëpërmjet shërbesës së frymës së shenjtë na zotron ne. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 1, vargu 13 thuhet: Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit. Dhe tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu 30 thuhet: Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Fryma e shenjtë na ka vajosur ne në Krishtin për ditën e shpengimit. Le të shohim edhe një herë letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le ta bëjmë këtë fjali në mënyrën pohuese. Ne kemi një kryeprift që erdhi keq për dobësitë tona, një kryeprift që u tundua në të gjitha gjërat si ne, por që nuk mëkatoi. Dua që të vini re dy gjëra në këtë varg. E para, ai ka një zemër të butë dhe e dyta, ka një zemër të pastër. Përse është kjo e rëndësishme? Këtë do t'ua tregoj pas pak çasteve. Sa herë që vini tek Zoti Jezus Krisht, keni parasysh që ai ka qenë në të njëjtën situatë. Ndoshta mund të thuash, po prit një minutë, si mund të më thuash se Zoti ka qenë këtu ku jam unë? Unë jam grua dhe kam një fëmijë që më duhet të arrisë vetme. Jezusi nuk ka qenë asnjëherë në këtë pozitë. E rëndësishme nuk është situata eksakte, por mënyra se si ndihesh aty ku ti je. E vetmuar, e izoluar, e refuzuar nga bashkëshorti që është larguar plot me nevojat materiale, emocionale dhe lëndime. Nuk mendon se Jezusi e kupton këtë? Dua të mendoni pak për Jezusin kur ai dishipullizoi 12 njerëz që shpesh nuk e kuptonin. Dua të mendoni për Jezusin në kopshin e Getsemanes, kur ishte i izoluar, krejt i vetëm dhe në një situatë kritike të jetës së tij. Në ato moment, e gjithë barra e realitetit të mëkatit njerëzor erdhi mbi të. Bibla tek Ungjilli Lukës, kapitulli 22, vargu 44 thot: Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort, dhe djersa e tij po i bëhej si gjakin piksur që bie për tokë. A mos vallë mendon se Jezusi nuk dinte asgjë për vetmin, izolimin, refuzimin, persekutimin apo lëndimin? Mos vallë mendon se ai nuk e kupton se çfarë do të thotë të kesh një përgjegjësi të madhe? Ti ndoshta mund të thuash: "Oh, ta fëmijët e mi, nuk e di se çfarë duhet të bëj me ta." Mos vallë mendoni se Zoti Jezus Krisht nuk e kupton këtë? Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15, ai thot se i vjen keq për dobësitë tona. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për mëkatet, por edhe për të gjitha dobësitë e tjera që nuk janë domosdoshmërisht mëkat. Ai kupton edhe ato dobësi. Përse mendoni se ai qau kur vdiq Lazari? Sepse mund të ndjente atë që ndjenin Maria dhe Marta. Vllai i tyre kishte vdekur dhe ato e donin shumë. Jezusi mund ta ndjente këtë. Jezusi e dinte që do ta ringjallte nga vdekja. Ringjallja e Lazarit nuk ishte surprizë për ta. Atëherë, pse qau? Përse filloi të qaj kur pa Jeruzalemin? Kjo ndodhi sepse ai mund të ndjente ankthin, frikën, boshllëkun, vetmin dhe mendimet e ndacake të këtyre njerëzve. Ai dinte mirë se si të solidarizohej me ankthin dhe frikën e njerëzve. A e dini pse erdhi Jezusi si njeri? Në këtë mënyrë ai mund të ndjente atë çfarë ndjejmë edhe ne. Mund të vuante si ne. Kjo është arsyeja që ai na prek kur jemi të lënduar në ato fusha për të cilat mendojmë që nuk na kupton njeri. Gjëja e tretë që dua të mbani shënim është kjo. Zoti po pret që të shkojmë tek ai
me nevojat tona. Zoti i di të gjitha nevojat tona dhe është në gjendje dhe është i gatshëm të na ndihmojë. Le të shohim se çfarë thot ai tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16. Ky varg bazohet në faktin që ai njeh gjithçka, sepse është kryeprifti ynë i madh. I vjen keq për dobësitë tona. Është i butë dhe i pastër në zemrën e tij. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Vini re se çfarë thuhet. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit. Kush e quajti atë fron hiri? Ai nuk tha froni i përgjërimeve, froni i gjykimit, froni i dënimit, froni i ujdis, froni i vlerësimit, froni i fajit apo froni i kujtimit. Përkundrazi, tha froni i hirit. Ky është froni i favorit të Zotit. Ai thot, dua që të vini tek froni im, që karakterizohet si froni i hirit, i favorit të pamerituar të Zotit ndaj nesh. Zoti thot se kur të jesh në nevojë, duhet të vish tek froni i favorit. Ai thot, eja tek froni i bekimeve, eja tek froni i përfitimeve, eja tek froni ku të gjitha nevojat e tua po presin që të përmbushen. Eja tek froni i hirit. Sa herë që shkojmë tek froni i hirit, duke parë mbi supet tona dhe themi, o Zot, shpresoj se ti e ke harruar atë çfarë të thash herën e fundit. Zot, shpresoj të më kesh falur për mëkatet e kaluara. Zot, unë vi tek ti me këtë nevojë të madhe në jetën time dhe nuk di se çfarë të bëj me të. Ndihem kaq bosh dhe i pashpresë. Zot, por shpresoj që ti të mos e kujtosh të kaluarën time. Zoti nuk tha që froni i tij ishte një fron faji, dënimi apo akuze. Ai është froni i hirit. Zoti thot se sa herë që kemi ndonjë nevojë, duhet t'i afrohemi fronit të hirit. Froni i hirit është vendi i bekimeve të Zotit. Është vendi i favorit të Zotit. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargu i 8 thuhet: ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis. Çfarë do të thotë hir? Hiri është favori i pamerituar, pa kushte i Zotit ndaj nesh. Perëndia tha se pikërisht te ky fron qëndron Ati Perëndi dhe Biri Perëndi. Ai e quan atë froni i hirit dhe na fton të gjithëve që të shkojmë atje. Ky vend është i hapur dhe i disponueshëm në çdo kohë. Zoti nuk shkon me pushime. Në derën e tij nuk ka asnjë tabelë që të thotë jam i zënë, ja pak më vonë. Froni i Zotit është gjithmonë i disponueshëm në çdo kohë, kudo dhe pa kushte. Ai thotë, ejani tek froni i hirit. Vini re se çfarë thot ai tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16. Prandaj le t'i afrohemi me guxim. A e dini se çfarë do të thotë kjo? Kjo i referohet intimitetit. Zoti thotë që ne duhet të afrohemi tek ai. Si afroheni tek froni i hirit kur ky fron ndodhet në qiell? Bibla thotë se kur u shpëtuam, fryma e shenjtë erdhi të jetojë në zemrat tona. Unë dhe ti mund t'i afrohemi fronit të hirit edhe pa dal fare jashtë krevatit. Madje nuk të duhet të hapësh as syt kur ngrihesh në mëngjes. Ti nuk ke pse lëviz asnjë gisht. Nuk ke pse i lëviz buzët e tua. Nuk duhet të bësh diçka menjëherë në mënyrë që të gjendesh para fronit të hirit. Ai thot: "Dua që të ndjeni prezencën e Zotit Jezus. Dua të ndjeni që jeni në prezencën e Atit Perëndi. Afrohuni me guxim para fronit të hirit. Gjithçka që duhet të thoni është: Zot." A dini se cila është një nga gjërat më interesante? Ti nuk ke pse thua Ati im qiellor, i plot fuqishëm, i mrekullueshëm, në emrin e Jezusit. Nuk ka asnjë gjë të gabuar me këto fjalë. Ne të gjithë duhet ta lavdërojmë atë, por dua që të vini re diçka. Nuk ekziston asnjë kufizim përveç faktit që ti duhet të jesh një bir i Perëndis. Një person i humbur
dhe i pashpëtuar nuk mund të hyjnë në dhomën e Efronit. Kur ti shpëtohesh me anë të hirit të Zotit përmes gjakut të derdhut të birit të tij, Jezus, atëre ajo derë hapet për ty. Ai thotë se kur të afrohemi para Efronit të Zotit, duhet të sjellim me vete nevojat tona. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16, pam se ai tha: "Prandaj le t'i afrohemi me guxim." A i dini se çfarë do të thotë fjala guxim? Fjala guxim do të thotë vetëm eja dhe lër gjithçka aty. Ti nuk duhet të vish duke hezituar. Nuk e pse vjen me një fjalim të përgatitur përpara Zotit. Nuk e pse i shkruan lutjet e tua. Ty nuk të duhet të bësh asnjë përgatitje. Me guxim do të thotë të vish dhe të thuash gjithçka hapur dhe me sinqeritet. Perëndia e kupton se nga po vjen. Ndonjëherë kur je i ulur në gjujmë para tij, ti mund të duash të vish tek ai duke adhuruar dhe duke thënë: "Atë qiellor, vi tek ti me mirënjohje të madhe, të falenderoj dhe të lavdëroj për atë që je." Dhe pastaj të paraqesësh nevojën tënde. Nuk ka rëndësi se si vjen. Ai do që të kuptoni se froni i hirit është gjithmonë i hapur në çdo kohë. Ai dini se cila është gjëja më e mrekullueshme. Çdo besimtar në botë mund të hyjë në dhomën e Efronit në të njëjtën kohë me besimtarë të tjerë dhe të mos ketë radhë. A nuk është kjo e mrekullueshme? Nuk ka radhë. A e dini pse? Sepse mendja e Zotit është më e madhe se i gjithë krijimi i tij. Mendja e tij është më e madhe se të gjithë njerëzit apo substancat që ka krijuar. Mendja e tij është më e madhe se gjithçka. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu i 16, ne pam se duhet t'i afrohemi me guxim fronit të hirit. Kjo do thotë që ne nuk duhet të vim me dyshime para tij. Mendoni pak për këtë. Çfarë ndodh nëse vim me dyshime para fronit të hirit dhe të favorit të Zotit? Themi: "Zot, e di se çfarë ke thënë, por nuk jam i sigurt nëse do ta mbash fjalën." A të ka bërë Zoti ndonjë premtim të cilin nuk e ka mbajtur? A nuk ju ka thënë ai tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19, "Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin." A do të bënte Zoti ndonjë premtim nëse nuk do ta kishte megjithmonë? Kur shkojnë tek ai me frikë, dyshim dhe rezerva me fjalë të tjera, themi: "Zot, e di se çfarë ke thënë, por nuk e besoj plotësisht. Zot, vetëm sikur të më njeh, vetëm sikur ta dije se çfarë kam bërë." Zoti të njeh dhe shumë mirë bile. Ai e di eksaktësisht se çfarë ke bërë. Por çfarë na thot ai? Le t'i afrohemi me guxim fronit të hirit. Ti mund të thuash: "Po nevoja ime?" Nuk ka rëndësi se cila është nevoja jote. Nuk ka rëndësi se sa herë ke qenë tek froni i hirit. Ne duhet të shkojmë atje çdo ditë duke çuar nevojat tona tek ai. A e dini se çfarë do të gjeni kur të shkoni tek froni i hirit? Le ta shohim edhe një herë vargun e 16. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Ai thot se ne do të gjejmë mëshirë. Kjo nuk është mëshira e shpëtimit. Ne tashmë jemi të shpëtuar. Ai thot: "Sa herë që të vini para fronit të hirit, do të takoni shpëtimtarin i dashur, që tashmë ka treguar shfaqjen më të thellë të mëshirës që mund të njohë ndokush, dhe ky vend është kryqi, vendi ku ai derdhi gjakun e tij." A dini se çfarë do të gjeni? Do të gjeni Jezusin gjithmonë me duar të hapura, duke thënë: "Eja tek unë. Dua të dëgjoj atë çfarë ke për të më thënë. Më thuaj ku të dëm. Më trego se cilat janë problemet e tua. Më thuaj çfarë të mërzit. Më thuaj çfarë të lëndon në brendësi. Më thuaj pse je i dekurajuar." Zoti thot: "Kur të vish tek froni, do të gjesh mëshirë. Jo ligj, jo dënim, por mëshirë. Do të gjesh mëshirë të butë, të dashur dhe që të kupton." Ai thot se ne do të gjejmë hir dhe ndihmë. Sa herë që i sjellim nevojat tona para tij, ai thot: "Vetëm më thuaj, sepse unë jam gati të plotësoj nevojën tënde."
do të ndihmojë në kohë nevoje. Kjo do të thotë që ti do të gjesh favor për të ndihmuar, dashuri për të ndihmuar dhe fuqi për të ndihmuar. Zoti është gjithmonë gati dhe në gjendje të plotësojë nevojën tënde. Nuk ekziston asnjë dhënë që ai do të refuzojë, ndëshkojë apo dënojë. Në procesin e përmbushjes së asaj nevoje, Zoti shpesh sjell në vëmendjen tonë disa gjëra me të cilat duhet të merremi në jetë. Zoti nuk thotë, pa dale pak, prit 1 minutë, pasi të kesh rregulluar disa gjëra në jetën tënde, atëherë mund të vish. Jo. Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu i 37 tha: "Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë." Kështu pra, miku im, më lejo të bëj një pyetje. Cila është nevoja më e madhe që ti ke sot në jetë? A mos vallë dëshiron të duan? Mos dëshiron të jesh i pranuar nga të tjerët? A mos vallë ke nevojë për dikë që të kujdeset për ty? A ndihesh sikur je i pavlerësuar? A ndihesh i pavlerë apo i refuzuar? A ndihesh sikur askush nuk do të jetë në anën tënde? A mendon se jeta jote nuk ja vlen fare? A ndihesh i pashpresë, bosh, i pavlerë, i frikësuar, i pasigurt dhe i paduruar? A ke nevoja financiare? A je i smur? A mos vallë doktori të ka dhënë disa lajme jo të mira në lidhje me shëndetin tënd? Apo mos vallë je larguar nga dikush që e do? Apo ndoshta ke nevojë që nuk mund t'i identifikosh dot, por është diçka brenda teje që të shqetëson? Cila është nevoja jote? Ti ndoshta nuk mund ta dish se cila është nevoja jote, por unë dua të kujtoj diçka. Ti ke një Atë qiellor që di gjithçka për nevojat e tua. Ti ke një Atë qiellor që është gati të plotësojë çdo nevojë tënde. Ai është në gjendje dhe i gatshëm për ta përmbushur atë nevojë. Ti ke një Atë qiellor që po pret të shkosh tek ai dhe ti paraqesësh nevojën tënde. Nëse nuk e njihni Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tuaj, nevoja më e madhe juaja është përjetimi i faljes së Zotit për mëkatet tuaja. Ju, sapo dëgjua Dr. Stanley të shpjegonte se Zoti siguron për çdo nevojë të gjithë secilit prej nesh, përfshirë këtu edhe shpëtimin, përmes birit të tij, Jezus Krishtit. Pranojeni atë si shpëtimtarin tuaj sot. Ndërkohë që përballeni me nevojën tuaj, vini në praktik udhëzimet dhe principet e fjalës së Zotit. Ndërmjet prezencës së frymës së shenjtë që banon në ne, ne mund të kemi njohurinë e vazhdueshme dhe ngushëlluese që jemi gjithmonë në prezencën e Zotit. Kështu pra, absolutisht asgjë nuk mund të na ndajë nga prezenca e Jezus Krishtit. Dëgjoni deklaratën e gëzueshme të apostullit Paul tek libri i Romakëve, kapitulli 8, vargjet 38-39. Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezus Krishtin, Zotin ton. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.